Burgu duhet t'ia ndërpres krimit lirinë e lëvizjes, komunikimit dhe organizimit. Në Shqipëri sistemi penitenciar ka dështuar pikërisht në këtë mision. Armë, telefonata, mjete të ndaluara, alkool dhe vizitor jashtë protokollit kanë kaluar portat e institucioneve që shteti i quan burgje të sigurisë së lartë. Brenda tyre ka ndodhur vrasje, plagosje dhe përplasje mes grupeve kriminale. Autoritetet kanë larguar policinë, kanë transferuar të burgosur dhe kanë ndërruar drejtor, por skandalet kanë vazhduar. Ngjarja e fundit në burgun e Fierit rrëzoi përsëri propagandën për kontroll dhe siguri. Denis Bajri deklaroi përpara hetuesve se Jurgen Zoto dhe Aldo Gjini shkuan në qelinë e tij me një telefon. Sipas dëshmisë së Bajrit, në linj ndodhej Ibrahim Lici, i cili e kërcënoi, ndërsa më pas nisi sulmi. Hetimi duhet të provojë autorsinë, por faktet materiale kërkojnë përgjigje të menjëhershme. Kush e futi telefonin, kush lejoi lëvizjen e të burgosurve, kush dështoi të ndante personat me rrezikshmëri dhe si kaloi një mjet i ndaluar në një zonë të kontrolluar. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve përjashtoi 8 punonjës dhe transferoi 2 të burgosur. Prokuroria e Fierit po heton ngjarjen. Këto masa ndëshkojnë hallkën e fundit, por ende nuk zbulojnë kanalin që fut kontrabandën dhe lidh qelin me botën kriminale jashtë saj. Burgu i Peqinit e tregoi më 15 dhjetor 2023 se ku përfundon ky zinxhir dështimesh. I dënuari me burgim të përjetshëm Sokol Mjacaj vrau Arben Leshin dhe plagosi Indrit Shaqjan me një pistolet brenda burgut të sigurisë së lartë. Prokuroria konstatoi se Mjacaj e mbajti armën në qeli për afro 20 ditë. Punonjësit nuk kryen kontrolle fizike gjatë hyrjeve dhe daljeve. Skaneri nuk punoi për disa ditë dhe një pjesë e kamerave paraqitën probleme. Prokuroria ndaloi drejtorin dhe 11 punonjës, ndërsa në mars 2025 dërgoi për gjykim Mjacajn dhe 12 zyrtar të burgut. Peqini nuk përfaqëson një gabim teknik. Peqini provoi se një armë mund të hyjë, të qëndrojë dhe të përdoret në institucion, në të cilin shteti ushtron kontrollin maksimal mbi çdo person dhe çdo send. Telefonat celular përbëjnë infrastrukturën operative për krimin, jo sende komoditeti. Përmes tyre një i burgosur mund të ruajë kontaktet, të transmetojë urdhra, të ushtrojë presion dhe të koordinojë njerëzit jashtë burgut. Kontrollet në burgun e Durrësit zbuluan 10 telefona në maj 2025. Një tjetër kontroll në tetor 2025 zbuloi 5 aparate iPhone. Në maj 2026 autoritetet gjetën përsëri 3 iPhone dhe pajisje të tjera komunikimi. Përsëritja në të njëjtin institucion tregon se kontrollet kapin sendet, por administrata nuk çmonton rrjetin që i fut ato. Në korrik 2025 një kontroll në burgun e Drenovës zbuloi 4 telefona pas raportimeve për një takim privat jashtë kontrollit. Drejtoria e burgjeve nisi verifikim në të gjitha institucionet dhe prokuroria e Korçës nisi hetim për drejtuesit vendor. Media raportoi edhe dyshime për takime të ngjashme në burgun e Reçit. Avokati i Laert Haxhiut mohoi pretendimin për takimin në Drenovë, prandaj hetimi duhet të përcaktojë faktet, por telefonat e sekuestruar dhe verifikimi kombëtar që urdhëroi vetë drejtoria e burgjeve konfirmojnë problemin e kontrollit. Shifrat zyrtare rrëzojnë alibinë e rasteve të veçuara. Shqipëria i raportoi Komitetit të Kombeve të Bashkuara kundër torturës 95 raste dhune në burgje nga viti 2020 deri në vitin 2025. Këto raste përfshin 163 persona, mes tyre 28 punonjës të burgjeve, kur një sistem regjistron 10 episode dhune dhe përfshin në to edhe punonjësit e vet. Ai sistem nuk përballet më vetëm me sjelljen e të burgosurve. Ai përballet me dobësi kontrolli, mungesë profesionalizmi dhe rrezik korrupsioni. Sistemi ka dështuar edhe të kushtet bazë që ndikojnë drejt për drejt te siguria. Në burgun Mine Peza 302. Avokati i popullit konstatoi në vitin 2025 se dhoma të projektuara për 2 persona mbanin 4, ndërsa pjesa më e madhe e 11 qelive në katin e parë ofronte më pak se 3 metra katror për person. Institucioni kishte 117 punonjës nga 123 vende të miratuara. Avokati i popullit paralajmëroi se mungesa e hapësirës, ajrit dhe higjienës shton stresin, dëmton shëndetin dhe krijon kushte për sëmundje efektive. Në vitin 2019, 3 punonjës dhe 1 i burgosur në Durrës pësuan helmim pasi konsumuan të njëjtin ushqim. Këto fakte tregojnë anën tjetër të njëjtit dështim. Sistemi u krijon privilegje të palishme personave me pushtet kriminal, ndërsa u mohon standardet minimale personave që nuk kanë ndikim. Qeveria nuk mund ta trajtojë çdo ngjarje me të njëjtën skemë. Shkarkon polic, transferon disa të burgosur, emëron një drejtor të ri dhe pret incidentin tjetër. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka ndërruar disa drejtues gjatë viteve të fundit. Drejtori aktual Adriatik Kupi dhe ministri i drejtësisë Toni Gogu duhet të publikojnë bilancin e sendeve të ndaluara. Institucionet ku autoritetet i kanë gjetur, numrin e punonjësve që prokurorit po hetojnë, gjendjen e kamerave dhe skanerve, si edhe
masat që kanë marrë pas Peqinit, Drenovës, Durrësit dhe Fierit, shteti duhet të urdhërojë një auditim të pavarur të sigurisë në çdo burg, të kontrollojë pasurinë dhe kontaktet e personelit në pozicionet me risk, të garantojë funksionimin pa ndërprerje të kamerave dhe skanerëve dhe të publikojë çdo muaj statistika për kontrabandën, dhunën dhe procedimet disiplinore. Prokurorit dhe SPAK, sipas jurisdiksionit, duhet të hetojnë rrjetin që siguron telefona, armë dhe privilegje, jo vetëm punonjësin që ndodhet në turn kur shpërthen skandali. Parlamenti duhet të thërras ministrin dhe drejtorin e burgjeve në një seancë publike me të dhëna dhe afate, jo me deklarata të përgjithshme. Përgjegjësia politike bie mbi qeverinë e Edi Ramës. Ajo administron sistemin, emëron drejtuesit, miraton buxhetin dhe kontrollon Ministrinë e Drejtësisë. Pas vrasjes në Peqin, qeveria kishte detyrimin të mbyllte çdo kanal të kontrabande. Rastet e mëvonshme në Durrës, Drenov dhe Fier tregojnë se ajo nuk e përmbushi këtë detyrim. Një shtet që nuk kontrollon burgjet, nuk kontrollon dot as krimin e organizuar. Ai vetë zhvendos krimin nga rruga në qeli dhe i lejon të vazhdojë aktivitetin pas mureve. Burgjet shqiptare nuk vuajnë nga mungesa e rregulloreve. Ato vuajnë nga mosbatimi, korrupsioni dhe mungesa e përgjegjësisë në kupol. Kur telefoni, arma dhe urdhri kriminal kalojnë portën e një burgu të sigurisë së lartë, dera nuk hapet vetë, e hap një zinxhir njerëzish. Shteti duhet të gjejë dhe të ndëshkojë të gjithë zinxhirin. Përndryshe, qelitët do të mbajnë vetëm emrin burg, ndërsa krimi do të vazhdojë të bëjë ligjin brenda tyre.